Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjell një iftar për 6 persona, ku kam përgatitur një çorpë shumë të shijshme. Kam përgatitur kofsha të gjelit të detit, patate të mbushura me kashkavall dhe suxhuk, një parameni me gjatra dhe mishra të ndryshme, qofte me patate dhe mish të bluar, bukë shtëpie. Si ëmbëlsirë kam përgatitur kajmaqen, sallatë sezonale dhe fruta të thata. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar si ëmbëlsirë kam zgjedhur që të përgatis një ëmbëlsirë tradicionale kajmaqen. Do e përgatis me 2 litra qumësht bio, 22 vezë dhe 22 lugë sheqer. Fillojmë nga puna. Si meni kryesore për këtë iftar kam zgjedhur që të kem për mish shpatllok të gjelit të detit. I kam zirë në tenxhere, ju kam hedh ujë dhe veget. Në fillim ja kam ndrru ujin e parë, më pas kam hedh ujë përsëri, kam zi për 1 orë. Tash i kam kalu në një tepsi ku kam shtru letër për pjekje dhe do i fus në furrë që t'i rreshkavim. Mirëpo në fillim do bëj lirje. Këtu në en kam hedh dikon rreth 1 filxhanit me vaj, shtoj biber të kuq dhe veget. E përzi masën mirë, kështu, pak me 1 brush kuzhine dhe me masën e përgatitur i lyj sipër. Mundohem çdo pjesë të sipërfaqes t'i lyj që të dalin më të rreshta, më të mira më pas. Ka një shije shumë të mirë kur të rreshkohen. Dhe mishin e fus në furrë të nxehtë 220 gradë gjesa të rreshkohet për 15-20 minuta. Gjithashtu do përgatis dhe qofte me patate dhe mish të bluar, shkojnë shumë me kofshat e gjelit të detit. Na duhen 3 patate, të cilat i kam larë dhe u kam largu lëvorën. Tash do i bëj në rende dhe do ja pulloj lëngun. Na duhen 250 gram me mish të bluar, 5 lugë gjelle me miell, 1 vezë plot, pak magdanos të freskët dhe na duhen melmeza, 1 lugë gjelle veget, 1 lugë gjelle biber të kuq, pak origano, hudhër të bluar, biber të zi dhe 5 lugë gjelle me miell. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis bukë shtëpie, i kam zënë me qumësht që kam hedh pak vaj, tash i kam bërë duart me vaj, pasi është dyfishu brumi, dhe i bëj kështu në kuleç shumë të vegjël, dalin shumë të mira. Kështu gjithë brumin e bëj në kuleç të vegjël, nuk ka nevojë që brumin ta punojmë direkt, e marrim nga ena dhe e bëjmë kështu në kuleç, i bëjmë duart patjetër me vaj. Kuleç të formuar i vendosim në një tepsi ku kam shtru letër për pjekje, ju kam dhënë formën gjithë kuleçve, tash i mbuloj në një pecet kuzhine dhe i lë në ambient dhome që përsëri masa e brumit të dyfishohet për 20 minuta. Masa e bukëve është dyfishu mjaftueshëm, sipër i kam li me 1 të bardhë të vezës, jo me të verdhën, por me të bardhën që mos skuqen shumë dhe sipër ju hedhi tërmia buke. Bëhen shumë të bukura për syrin dhe ka një shije shumë të mirë.
kështu, për hapit, fërmijat, ju hënë si pas dëshirës më shumë më parë, dhe bukë do i pjekë në temperaturë 220 gradë rreth 20 minuta, në furrë të parangrohur. Njashtu për këtë iftar kam pjekë kështu kumpira të plotë dhe i ndojmë në mes, ju hedhim kashkavall, kam përgadit një salcë me ajë kosi, majonezë dhe melmeza dhe do i shtoj suxhuk sipër salcës. Kështu, ja hedhin kashkavallin dhe i shpishim patatet dhe i bujmë bashkë me kashkavall. Këtë mënyrë veprojmë të gjitha. Si supë kam zgjedhur që të përgatis një çorë me karrota, këtu kam lëng të mishit të viçit, shtoj 1-2 karrota të coptuara në copsa të vogël dhe 3 patate të coptuara. I zi kështu mirë patatet dhe karrotat. Patatet dhe karrotat janë zier, tash marrim një blender dhe i bluajmë. Kam blu mosën me blender, tash marr 200 gram me kost, ja shtoj një bez, e përzi mirë mosën. Kam përzi mosën mirë, tash ja shtoj kështu çorbës, jep një shije shumë të mirë, e përzi. Ja shtojna një kofë shpule, cilën e kam coptuar në copsa të vogla, e kam zirë dhe e kam coptu. Shtojna një supë të gatshme dhe masën e përzim dhe në temperaturë mesatare e zim për 7-8 minuta. Buka është pjekur, e kam mbulu, është vdokur, është gati, që ta servu. Kofshat janë pjekur, i kam largu nga furra, tash i kaloj tek pjata, ku do i bëj servimin. Ka ndarë shumë të mira. Si parameni kam zgjedhur që të përgatis kështu një pjatë me ulli, mishra të ndryshëm, djath, kashkavall dhe zira. Si salat kam zgjedhur që të përgatis salat kështu sezonale, lakur dhe salat jeshile, sepër do i hedhi pak mistër, kështu, të konzervuar për një shije dhe dekor. E dekorojmë kështu me disa peperovuka turshi. Peta limoni. Frutat e thata që i kam përgadit. Servojmë ëmbëlsira.
Dhe çorba është gati. Jemi pa kohë para kohës së iftarit. Zoti na pranoft lutjet dhe ditën e agjerimit. Besoj si u ka pëlqyer motra dashura mënyra se si kam përgatit unë iftar për 6 persona. Gjithë ju që e përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, vjen beqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.